gjithmonë e kisha dëshirën për të kthyer dhe për me kontribu në Kosovë. Në vend, po. Meqense dhe gjatë studimeve master, domethënë isha zgjedhur sikur studentja e vitit edhe bëra atë speech, graduation speech, domethënë në fjalimin e diplomimit këtë rast. Po, fjalimin e diplomimit tek studentët e nivelit master për herë të parë, kështu një vajzë nga Kosova, më konkretisht edhe nga Ballkani Perëndimor, domethënë ishte zgjedhur që të jepte atë fjalëm, i cili duhet të ishte shumë motivues në atë rast, me se të gjithë po diplomonim. Dhe pas asaj, domethënë dhe pas praktikës që kisha bërë atje, u ktheva këtu për të vazhdu punën, në ndërkohë prap kisha dëshirë që të vazhdoja, domethënë, studimet edhe në një nivel tjetër. Kështu që edhe nuk doja të largohesha nga Kosova, por në të njëjtën kohë edhe doja të vazhdoja rrugtimin tim akademik. Kështu që vazhdova dhe aplikova kësaj radhe në rajon, meqense kisha, domethënë, bachellorin në AUK, pastaj CU që është prapë Universitet Amerikan, e vazhdova në Southeast European University që është në Maqedoninë e Veriut, por që atje në bashkëpunim me dy universitete. Prapë bëra një ndërlidhje me CU, ku kisha përfundu, domethënë, masterin, përmes një burse që jepej nga OSF-i, nga Open Society Foundations në atë kohë, ishte një lloj burse ose çmim që ata e quanin Civil Society Scholar Award, domethënë, që e fitova për të shkuar atje, për të qëndru, për të përdorur bibliotekën, domethënë që ata kishin për të vazhdu hulumtimet në temën që unë përbëja në atë kohë. Jemi duke folë tani për doktoraturën, apo jo? Po, për doktoraturën, pastaj, se ndoshta nuk isha e qartë, përveç kësaj, domethënë, e bëra edhe një tjetër fellowship në i quajmë, domethënë PhD fellowship në një universitet në Gjermani, Willy Brandt School of Public Policy, po pasi që përfundova këtë, domethënë në mënyrë që me nda idenë e temës dhe me marrë sa më shumë feedback, po edhe me përdorë bibliotekat e tyre digitale sa më shumë, e bëra edhe këtë në të njëjtën kohë. Kjo është përmes një burse tjetër që jepet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë, DAD quhet, kështu që përmes saj qëndrova 4 muaj në Willy Brandt School of Public Policy në Erfurt të Gjermanisë, edhe atje po ashtu kisha një supervisor të jashtëm, i cili më jepte komente në atë kohë në lidhje me temën cilën isha duke shkruar për studimet e doktoraturës. Kështu që pas 4 viteve, derisa, domethënë më mori 4 vite që të përfundoja temën e doktoratës dhe pastaj e mbrojta atë në Universitetin, domethënë, e Evropës Juglindore. Po gjatë gjithë këtij rrugtimi, po, domethënë, gjithmonë nuk ka qenë as pak e lehtë, ajo kuptohet, po e kom pas padyshim përkrajen e familjes në vazhdimsi, si në aspektin kështu të motivues morale dhe në aspektin financiar, se përveç bursave natyrisht, sidomos në AUK kur kam fillu, në vitin e parë nuk është se ka pasur bursa, pastaj tek në vitin e tretë, domethënë, kisha apliku për një bursë të IPCO Foundation, i cili mbulonte shpenzimet për vitin e 3 dhe të 4, dhe më duket se ende janë aktiv dhe i suportojnë shumë, sidomos vajzat cilat mirën me pjesën e teknologjisë informative. Pastaj tek pjesa e masterit, domethënë me bursën që mora nga vetë universiteti, edhe tek pjesa e doktoraturës me DAD-in, si dhe me OSF-in. Të dyja, domethënë, janë ende aktive dhe është e mundshme që edhe studentët, domethënë nxënësit në këtë rast nga Kosova, po edhe studentët e masterit që dëshirojnë me vazhdu tutje me studimet e doktoraturës, të aplikojnë gjitha këto bursa për të studiuar tutje.